Nëse të rinjtë tanë vazhdojnë të ikin jashtë, ky është indikatori më i mirë i dështimit politikave tona. Dhe mendoj se nëse jemi politikanë që e duam sinqerisht ta dëgjojmë zërin e popullit, nuk janë zgjedhjet indikatori më i mirë. Nuk janë zgjedhjet mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit. Mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit është: a kemi mund t'i ndalim të ri të jetojnë në vendin e tyre? Prandaj, nëse sot një i ri ka marrë valigjet e tij dhe po kërkon biletën për ta prerë në ndonjë kryeqendër evropiane, ta dini se politika dhe shteti ka dështuar pikërisht atë ditë. Dhe askush prej neve nuk guxon ta sheh veten të amnistuar. Mendoj se duhet politika të shohim në dy sisteme, në dy nivele. Politikat ditore, ndërpartijake janë një nivel. Por politikat e interesit nacional, kombëtar, shtetëror, nuk guxojnë të ndërlidhen dhe të futen në në vorbullën e politikave ditore, se pastaj rrezikojmë shumë nga e ardhmja e shteteve dhe shoqërive tona.